Pothuajse 70% të burgosurve pas vuajtjes së dënimit kanë përfunduar përsëri në burg, edhe pse këto janë të dhëna për vitin 2023. Drejtori i Entit për shqiptimin e sanksioneve Aleksandr Pandov tha se risocializimi është pothuajse i padukshëm në burgjet e vendit. Një nga problemet kryesore sipas tij është mungesa e stafit për të punuar me të burgosurit në këtë pjesë. Rreth 67-68% të burgosurve në Maqedoni janë të kthyer. Kjo do të thotë se nuk kemi as pak ose kemi shkallë shumë të ulët të risocializimit. Do ta marr përsëri shembullin e burgut të Idrizovës. Përkatësisht mendoj se në departementet e caktuara kemi disa qindra të burgosur që të shërbejnë një person për risocializim. Ka standarde, duhet të jetë nga 30 deri në 50. Ndërkohë që përgatitet ligji i ri për shqiptimin e sanksioneve, ekspertët thonë se përveç përmirësimit të kujdesit shëndetësor të dënuarve, do t'i kushtohet vëmendje edhe risocializimit përmes trajnimit për njerëzit që punojnë me ta. I kemi kushtuar vëmendje të madhe të drejtave të burgosurve nga aspekti i arsimit, nga aspekti i kujdesit shëndetësor, nga aspekti të drejtës për punë dhe e gjithë kjo është në pajtim me ndryshimet në Ministrinë e Arsimit, ndryshimet në fushën e shëndetësisë. Vëmendje të veçantë ju kushtua trajnimit të gjithë punonjësve si në administratë ashtu edhe në sistemin e burgjeve, sepse rritja asaj që unë do ta quaja kompetenca apo njohje me standarde europiane është proces i vazhdueshëm. Pavarësisht të trajnimit të paralajmëruar, akoma mungon staf në fushën e risocializimit. Pandov thotë se pas zgjedhjeve në burgun e Idrizovës do të punësohen rreth 10 persona.